e kam ndjekur problemin e Tragjasit, ashtu si kundër kam ndjekur dhe problemin e Kuqit dhe t'i ndjeni shumë mirë se çfarë deshte të bënte oligarku Zamir Mane. Atëherë vendimarrja si u mor në Këshill Bashkiak. Si kaloi vendimarrja pa dëgjes publike. Ta marrim një herë këtu në nivel lokal. Të tëra janë bërë Këshill Bashkiak është leje infrastrukture që e firmos kryetari i bashkisë. Pra, nuk ka kaluar në Këshill Bashkiak. Për projektin duhet ta bënte Akuku. Do të thënë Këshilli Bashkiak del jashtë, nuk ma merr mendja janë bërë me urdhër dhe me marrëdhënie personale me kryeministrin e Zamir Manës. Patjetër që duhet të kalonte. Sepse janë vendimarrje që impaktojnë popullin. Patjetër dhe nuk është mbledhur Këshilli Bashkiak për këtë punë, se këta vajtën para një muaji, nuk e di para sa kohë. Po pra i pash, pati edhe oponencë nga brenda nga dhe një zonjë atje u tha, do t'u japim dhe ujë dhe unë dhe juve për të pirë ujë. Sikur e kishte robinetën të saj ajo zonja, edhe po të donte ajo do pinin ujë këta. Zotëri, unë kam për detyrë dhe të drejtë qytetare dhe ligjore të porosis dhe të sugjeroj të bëj një kallëzim penal për personat që kanë bërë ashtu quajtur një studim, se nuk është bërë studim fare, nuk ka ardhur kurkush këtu, mashtrojnë opinionin publik në radhë parë, pastaj mashtrojnë me dëshirën e tij dhe kryeministrin. Këtu sakrifikohen familjet, qindra familje që janë këtu të Tragjasit, të Dukatit dhe Radhimës, për interes të një personi, të një oligarku, ku gjeti mërë zotëri, ku e gjetë atë drejtit të marrësh ujtë këtyre. Këta janë vëndas këtu. I them kryeministrit, diku poshtë atje në Orikum, ndodhet Varri Pashaj, ta ketë parasysh të fjalë që i them tani. Nuk e them kot. Do ta marrë për kërcënim ai ty? Jo, do ta marrë si të doj. Këta do ngrihen të mbrojnë tokën e tyre, ujin e tyre, pasurinë e tyre. Dhe prona mbrojt me gjak, me jetë, me të tëra. Ç'është atë dheu zotëri? Atë dheu është ja ky është prona. Kur ti më merr pronën mua, atëherë çfarë dhe më beti mua? Të vi Zamir Mania këtu të bëhet pronar këtu? Nuk bëhet. Prandaj them prap kryeministrit, kij kujdes, mos shkel në rast kalbur, se po e bën me qëllim, e shohim po e bën me qëllim, i ke ndihmuar gjithmonë këta oligarkët që të rrinë rreth vetes, të paktën dhe për kaq kohë sa jenë pushtet, mos e bën këtë gaf. Kaq diu të them. Dhe thirrje e fundit, çoni të tërë një kallëzim kolektiv në prokurori, në SPAK dhe mbroni pronë dhe jetët tua. Ashtu shumë bukur. Më bëj qefi që keni bërë. Është realizuar. Faleminderit.